Xhamia e Plumbit në Shkodër pas restaurimit po kthehet sërish në një nga pikat më të vizituara të qytetit. Kjo vepër monumentale ndërtuar në shekullin 18, e njohur për arkitekturën e saj të veçantë dhe kupolat e mbuluara me plumb, po tërheq çdo ditë dhjetra turistë vendas dhe të huaj. Vizitorët shprehen të manitur nga bukuria historike e xhamisë dhe puna restauruese që ka ruajtur autenticitetin e saj. Duket një mrekulli, dimrit përmbytësh dhe nuk kishe mundësi që të shkojnë, të vizitojnë ose të bëjnë tira. Në ne dhe njëshin, këtu është bërë falje e parë, e ka bërë Sabri Koçi, edhe është grumulluar gjithë, po thuaj se mund pak të në miting ajtë math nuk kam parë kur, si që bërë në edhe njëshin. Bas në edhe njëshin, mandej, kjo është frekuentuar, por kur nuk ka qenë e përmbytur. Ndërsa tani është një mrekulli më vete. Shumë mirë, shumë bukur. Më pëlqen. Kena hi herë, po tash po vim me përforcu më shumë se nuk jetojmë për tash këto. Xhamia e Plumbit, e shpallur monument kulture, është kthyer kështu në një atraksion të ri turistik për qytetin, duke pasuruar mozaikun e vendeve që vizitorët zgjedhin të eksplorojnë në Shkodër. Përveç vlerës fetare, Xhamia e Plumbit mbetet një simbol i trashëgimisë kulturore të Shkodrës dhe një dëshmi e historisë së pasur të qytetit.